Përshëndetje, sot para jush po paraqes edhe një ide qysh t'i ruani specat e koç të ajvarit të pjekur. Unë këtë ide, këtë recetë e kam marrë nga gjyshja, ashtu qysh i kanë përgadit më përpara, gjyshet tona, qysh i kanë rujt në frez. Sot do t'a shohim edhe këtë mënyrë. Edhe pse shumica e dini, por prap se prap, ne për fillestar gjithmonë postojmë receta. Specat e koç i kemi pjekur, edhe tash i kemi gati për të vazhdu edhe për t'i ruajtur për dimër. Si mundemi me i ruajt për dimër, pasi i kemi pjekur mirë në 200 gradë, i kam lanë që të ftohen edhe tash në përkese të frizet. Kështu i kanë ruajtur për para edhe ju kanë qëndru shumë të mira edhe shumë të shishme. Nuk ja heqim lëvoren, sepse kështu thoshte gjyshja e ruan atë shijen që e kanë specat e pjekur. Pra, mos ja largoni lëvoren. Në momentin që do të vendosni edhe t'i përdorni, i largojmë nga frizi, pastaj ja heqim lëvoren. Kështu nuk ju humbet shija, kanë shije më të mirë. Kështu pra i vendosim në përkese të frizet. I mbyllim mirë e pastaj do i lam në ngrirje. Kështu specat i ruani për dimër. Sidomos juve që keni specat të mbjellur në bache, kjo është edhe një ide tepër e mirë qysh me i ruajt specat. Unë po vazhdoj kështu dhe nga kjo tepsi po shikoni që po fitoj 2-3 kese me speca. Tash varet sa speca doni me mbush kesen. Mundeni me i lanë kështu 4 rrafsh, po mundeni edhe ma shumë. Do i mbyllim mirë edhe pastaj do t'i levni kështu në frez, ose në kese, ose mund t'i vendosni edhe në për plastika. Shembull, plastika që nuk i përdorni, të djathit ose plastikat e tjera që juve i keni në shtëpi. I mbulojmë edhe një herë, edhe i lajmë kështu në frez që të qëndrojnë, mos të marrin erë frize. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për ju. Unë shpresoj se edhe kjo ide ju ka pëlqyer. Provone, të paktën një tepsi si unë. Mundeni me provu, pastaj nëse ju pëlqen receta, mundeni me vazhdu edhe me shti në frez më shumë speca. Pasi që t'i kemi gati, mundeni me i përdor kur të dëshironi. Këto janë të pjekur, i keni të gatshëm, vetëm se do t'i largojmë, do t'i lajmë pra që të shkrihen, pastaj i kemi të gatshëm për t'i përdorur. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për ju. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.